Dashi. Qielli sjell energji dinamike dhe mundësi për aventura të reja sot. Në sferën e dashurisë, komunikimi i sinqert me partnerin do të sjellë ndjesi të thella afrimiteti. Nëse je i vetëm, një takim i papritur mund të ndesë shkëndija të reja. Angazhimet në punë kërkojnë vëmendje të shtuar, por përqendrimi dhe kreativiteti juaj do të shpërblehen. Kujdesuni që të mos e teproni me shpenzimet. Kursimi do të jetë aleati juaj më i mirë. Mbrëmja është e përsosur për reflektim personal dhe qetësi shpirtërore. Një shëtitje në natyrë ose pak kohë për meditim do të rigjallërojë energjitë tuaja. Mos harroni, gjithçka përreth jush është në ndryshim, prandaj përqafoni ndryshimet me zemër të hapur dhe mendje të re. Demi. Ditën e sotme, energjia yjeve ndikon në zemrën tuaj, duke ju bërë më të hapur ndaj emocioneve të bukura. Në marrëdhëniet personale, një bisedë e sinqertë mund të forcojë lidhjet me një person të veçantë. Në punë, vëmendja ndaj detajeve do t'ju sjellë përfitime konkrete dhe do të rrisë reputacionin tuaj. Mos u habisni nga një mundësi e re që shfaqet papritur, do të jetë pikërisht ajo që kërkoni. Financat janë të qëndrueshme, por është koha të rifreskoni planet tuaja të kursimin. Ndiqni intuitën tuaj, shpesh ju drejton në rrugën e duhur. Hidhni pak kohë për të relaksuar dhe për të shijuar momentet e vogla që e bën jetën të veçantë. Një ecje në natyrë mund t'ju ndihmojë të gjeni qetësi dhe frymëzim. Binjakët. Ndjenja e qetësisë sot do të rrethojë mendimet tuaja, duke ju ofruar mundësinë për të përqendruar në atë çka vërtet ka rëndësi. Në punë, një projekt i lënë pas dore mund të kërkojë vëmendjen tuaj, andaj mos hezitoni ta rishikoni atë me sy të freskët. Kur vjen puna te financat, shmangni shpenzimet impulsive dhe mendoni 2 herë para se të bëni një investim të madh. Në çështje të zemrës, komunikimi i sinqert do të sjellë afërsi në lidhjen tuaj dhe do të kontribuojë në një klinë të ngrohtë e të përzemërt. Lëreni zemrën të udhëheqë bisedat tuaja romantike. Merrni pak kohë për të reflektuar mbi atë që dëshironi të arrini në të ardhmen dhe bëni plane për të realizuar ëndrat tuaja. Daforia. Sot, ndjeshmëria jote është si një val e butë që përkëdhel bregun. Në dashuri, përpiqu të jesh prezent dhe dëgjo pa ndërprerje, sepse partneri yt ka nevojë për vëmendjen dhe ngrohtësinë tënde. Në punë, energjitë tua kreative janë të larta, duke të ndihmuar të realizosh ide të reja që mund të tejkalojnë pritshmëritë. Gjithsesi, mbajini sy mbi detajet financiare. Është koha e duhur për të bërë plane afatgjata dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Nëse ndihesh i lodhur, mos hezito të marrësh një pushim të vogël për të rivendosur energjinë. Kujdesu për veten me dashuri, sepse trupi yt ka nevojë për kujdesin tënd delikat dhe të butë si përqafimi i një miku të vjetër. Luani. Dita nis me një ndjenjë energjie dhe entuziazmi që do të udhëheqë gjatë gjithë ditës. Në dashuri, lër shpirti yt të fluturojë dhe mos hezito të shprehësh ndjenjat. Një surprizë e vogël nga partneri mund të sjellë një buzëqeshje të madhe. Në punë, intuita jote do të jetë aleati më i mirë. Mos lejo që pengesat e vogla të ndalojnë. Qëndro i vendosur dhe do të shohësh progres. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Ndjenja e ëmbël e përmbushjes do të mbush zemrën gjatë pasdites. Një çaj i ngrohtë dhe pak relaks në mbrëmje do të ndihmojnë të rigjesh qetësinë. Ndiqe rrjedhën natyrore të gjërave dhe gjithçka do të jetë në harmoni. Virgjëresha. Sot, forca e brendshme do t'ju bëjë të ndjeni të vendosur dhe të gatshëm për sfida të reja. Në dashuri, komunikimi është çelësi për të sjellë harmoni. Një bisedë e sinqertë me partnerin do të ndihmojë në zgjidhjen e disa çështjeve të vogla. Nëse jeni beqar, mbani syt hapur për një takim të papritur që mund të shkëlqejë ditën tuaj. Në punë, thellësia dhe përqendrimi do t'ju ndihmojnë të përballoni detyrat me efikasitet. Financat mund të kërkojnë një rishikim të vogël, prandaj mendoni 2 herë para se të bëni ndonjë shpenzim të madh. Mbrëmja premton qetësi dhe reflektim. Një çaj i ngrohtë dhe një libër i mirë janë shoqëruesit perfekt për fundin e ditës. Dëgjoni zërin tuaj të brendshëm dhe lejojeni atë t'ju udhëheqë. Peshoria. Sot, ndjesitë do të jenë si meloditë e një këngë të njohur që të mbush shpirtin me qetësi. Në dashuri, lër zemrën të flasë dhe dëgjo çfarë ka për të thënë pa frikë nga gjykimi. Ky është një moment i mrekullueshëm për të forcuar lidhjet emocionale. Në punë, ide të reja priten në horizon. Mos hezito t'i ndash me kolegët pasi mbështetja dhe bashkëpunimi do të jenë kyçe për suksesin e ardhshëm. Financat duken të qëndrueshme, por mbajini sy mbi shpenzimet e vogla për të shmangur surprizat. Sot, lejoj mendjes të udhëtojë dhe zemrës të ëndërrojë ndërsa ecën në drejtim të qëllimeve që ke vendosur. Kujto se çdo ditë sjell me vete mundësi të reja dhe energji pozitive. Akrepi. Ndërsa mëngjesi zbardh, ngjen një val energjie që mbush zemrën me entuziazëm.
Sot, intuita është aleati yt më i mirë. Në dashuri, një moment i papritur mund të sjellë afërsi të reja. Je i hapur për biseda të thella dhe lër emocione të rrjedhin natyrshëm. Në punë, vëmendja ndaj detajeve do të shpërblehet me sukses. Mos hezito të marrësh iniciativën në projekte të reja, pasi yjet janë në anën tënde. Financat kërkojnë kujdes, mendohu 2 herë para se të bësh investime të mëdha. Në fund të ditës, gjej një moment për të qeldur dhe reflekto mbi arritjet e tua. Universi ka një mënyrë misterioze për të treguar se je në rrugën e duhur. Të gjitha gjërat janë të mundshme kur beson në veten tënde. Shigjetari. Dita e sotme sjell energji të fuqishme për të ringjallëruar marrëdhëniet tuaja. Nëse ndjeni se lidhjet tuaja personale kanë nevojë për një shtys, sot është momenti i duhur për të komunikuar hapur dhe me zemër të hapur. Mos e lini pas dore intuitën tuaj, pasi do t'ju udhëheq drejt vendimeve të mençura. Në aspektin profesional, është koha për të marrë iniciativën në projekte që keni lënë tezull. Shfaqja e kurajos do të vlerësohet nga të tjerët. Financat tuaja kërkojnë një qasje më të disiplinuar dhe një plan për të kursyer do të sjellë paqe mendore. Merrni pak kohë për të çlodhur dhe për të reflektuar. Një shëtitje në natyrë do të rigjenerojë shpirtin tuaj dhe do t'ju sjellë qetësi. Britsjapi. Energjitë e sotme ju inkurajojnë të qëndroni të përqendruar, por edhe të lironi tensionet e vogla që mund të ndjeni. Në çështjet e dashurisë, një bisedë e ngrohtë me partnerin apo një mik do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë ndjenjat tuaja. Në punë, qëndroni të hapur ndaj ideve të reja dhe mos hezitoni të eksploroni mundësi që duken pak të pazakonta. Financat tuaja mund të përfitojnë nga një planifikim më i kujdesshëm, prandaj bëni një rishikim të buxhetit dhe shikoni ku mund të kurseni. Në raste kur ndjeheni të ngarkuar, një shëtitje e shkurtër në natyrë mund t'ju freskojë mendjen dhe t'ju jap energji të re. Mos harroni, gjithçka është pjesë e udhëtimit tuaj drejt rritjes dhe stabilitetit. Ujori. Sot, energjia ujore të fton të përqendrohesh në marrëdhëniet personale. Nëse një bisedë e sinqertë me dikë të dashur është shtyrë, tani është momenti për të folur nga zemra. Në punë, qëndrimi i hapur ndaj ideve të reja mund të sjellë përfitime të papritura, ndaj mos u trem nga ndryshimet. Financat mund të duken të paqëndrueshme, por durimi dhe menaxhimi i kujdesshëm do të japin fryte me kalimin e kohës. Ndërsa dita përparon, lejo vetes pak kohë për reflektim dhe qetësi shpirtërore. Largohu nga shurma dhe kërko një vend ku mund të ndihesh rehat me mendimet e tua. Kujto se një zemër e qetë dhe një mendje e balancuar krijojnë bazën për vendime të mençura dhe jetë të mbushur me dashuri. Peshqit. Sot ndjeni më pranë emocioneve tuaja, duke i lejuar ato të ndriçojnë rrugën tuaj të ditës. Është koha ideale për t'u afruar më shumë me partnerin, duke ndarë mendimet dhe ndjenjat që keni mbajtur të fshehura. Në punë, do gjeni energji për të përmbushur detyrat me kreativitet dhe intuit, duke i surprizuar të gjithë me ide të reja. Kujdesuni për financat tuaja, duke shmangur shpenzimet impulsive që mund të lindin nga entuziazmi momental. Lërini valët e brendshme të qetësojnë mendjen tuaj, duke ushtruar ndonjë formë meditimi ose thjesht duke kaluar kohë në natyrë. Besoni në energjinë pozitive që ju rrethon dhe hapni zemrën për mundësi të reja që shfaqen në horizont.